تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ne bi'idhnillahi ta'ala do vazhdojmë me këtë libër madhështor të Kitabul Iman, libri I besimit nga Sahih Muslim, me shpjegim të djetarit kolosal al-Imam Sheikh Rabia rahimahullah, dhe jemi te kapitulli Babu bayani anna al-Islam bada ghariban wa sayaudu ghariba wa annahu ya'rizu bayna al-masjidain. Kapitulli është kapitulli rreth sqarimin se Islami filloi I huaj dhe do të kthehet I huaj, dhe se ai do të mblidhet ndërmjet dy xhamive, dhe se ai, Islami do të thonë do të kthehet ose do të mblidhet ndërmjet dy xhamive, do të thonë xhamia e Qabes dhe xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë kapitull ka përmend Imam Muslimi rahimahullah 4 hadithe ku e kanë domethënë të kuptim të përafërt. Hadithi I parë është an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba. Këtë hadith që transmeton sahabiu I nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Islami filloi I huaj dhe përsëri do të kthehet I huaj, fatuba lil ghuraba, dhe përgëzim, lumt, myshde për ata të huajt, për të huajt. Pastaj edhe një hadith tjetër nga Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam, إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جهرها. Këtë hadith Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhuma se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Islami ka filluar I huaj dhe prap kjo gjendje do të kthehet që të bëhet Islami domethënë I huaj sikur se ka filluar në fillim, dhe se ai do të kthehet ndërmjet domethënë dy xhamive. Ashtu do të kthehet në ato vende domethënë sikur se kthehet gjarpri domethënë në vrimën e saj. Pastaj edhe hadithi I tretë është thot Imam Muslimi rahimahullah an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جهرها. Këtë hadith thotë Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, me të vërtet imani do të tërhiqet ose do të kthehet drejt Medinës, ashtu si që gjarpri kthehet domethënë në vrimën e tij. Më pas fillon Sheikh Rabia rahimahullah me shpjegimin e këtyre haditheve, hadithi I Abu Hurairas radhiyallahu anhu dhe po ashtu të Abdullah ibn Umerit radhiyallahu anhuma, se ku tregojnë këto hadithe domethënë për huajsin e Islamit, edhe sikur se ka filluar I huaj, ashtu edhe do të kthehet më vonë para kiametit domethënë do të kthehet prap I huaj. Domethënë thotë Sheikh Rabia rahimahullah se pasuesit e Islamit në fillim kanë qenë ato domethënë në pakic, dhe po ashtu domethënë pasuesit e tij të Islamit të vërtet në fund domethënë do të jenë prap pakic. Këtu thot Imam Uthejmini rahimahullah në shpjegimin e kësaj pjese,
kjo pakica është relative. Kjo pakicë është relative. Që do të thotë domethënë? Nuk do të thotë që muslimanët do të jenë ndoshta si ka qenë në Mekë për shembull 10 persona, 10 musliman. Por ndoshta do të jenë edhe me mija dhe me qindra. Po në krahasim me miliardat që do jetojnë domethënë në tokë janë pakicë. Kjo është domethënë ajo relativiteti. Se edhe Mekja domethënë nuk ka qenë në fillim 1 milion banor ose 2 milion banor. Po kanë qenë ndoshta 2.000, 3.000, 5.000 banor. Në krahasim me ato banor, këta 10 persona në fillim kanë qenë domethënë kanë qenë në pakicë. Edhe e përmend tu Imam Fauzani hafidhahullah te vlera e Islamit te libri ku e shpjegon të Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah në lidhje me këtë kapitullin Babu ma jaa fi ghurbati al-Islam wa fadl al-ghuraba, në lidhje me ajo që ka ardhur domethënë me huajsinë e Islamit dhe vlera e të huajve. Përmend Sheikh Fauzani hafidhahullah se kur është pyetur pejgamberi alayhi salatu wasalam në fillim, kën e ke me vete, kush të ka besu, ka thënë hurrun wa abdun. Një njeri i lirë e ka pas për qëllim Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu dhe abdun një rob e ka pas për qëllim do thënë Bilalin radiallahu anhu. Do thënë ithnan fakat, thot Sheikh Fauzani. Vetëm 2 persona i ka pas, prej burrave, pas vete. Do thënë musliman. E pastaj o shtu numri, ka kalu deri në 10. Kjo ka qenë pakicë, kanë qenë domethënë të huaj në mesin domethënë e njerëzve të vet, në mesin e familjes vet, në mesin e të dashurve të vet, domethënë dhe të afërmëve të tyre. Janë bërë domethënë ghuraba. Janë bërë domethënë në ghuraba. Dhe thotë Sheikh Rabia rahimahullah, prandaj dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, fatuba lil ghuraba. Domethënë përgëzim, myshte për ata të huajt, el ghuraba. Edhe i ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa hadithe, në disa rivajete të tjera se e kanë pyetur sahabët ridwanullahi alaihim, kush janë ata el ghuraba që e kanë këtë vlerë? Atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë ata domethënë që përmirësojnë veten e tyre kur njerëzit prishin. Dhe në një rivajet tjetër e përmirësojnë ato që njerëzit e kanë prishur. Ata janë domethënë el ghuraba. Janë domethënë njerëz të huaj që përmirësojnë, që sjellin përmirësim sipas Kur'anit dhe Sunetit, sipas kuptimit të selefus salih. Nuk janë el ghuraba ata që këndojnë kënga, edhe janë veshën atyre kënga muslimane dhe islame dhe i quajnë ilahije, edhe këndojnë aty gjithë ditën e natën el ghuraba. Jo, nuk janë ata ghuraba. Ata janë njerëz domethënë të risis dhe të bidatit. El ghuraba haqqan janë domethënë pasuesit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me plot kuptimin e fjalës në çdo aspekt. Prandaj Sahel ibn Sa'd at-Tasturi rahimahullah ka thënë se kam frikë që do vjen një kohë që kur do thuhet njerëzve ta pasoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çdo çështje, njerëzit largohen prej atit. Njerëzit do ikin prej atit. Prandaj domethënë, nëse shikon se numri i bidatçive, numri i njerëzve të bidatit shtohet, sepse ata u alehsojnë. Kurse vjen te selefit domethënë, duhet me ndjek të vërtetën. Duhet me i lënë ato epshet dhe ëndjet. Me ndjek domethënë në të vërtetën. Jo ëndjet dhe epshet. Barakallahu fikum. Thotë Sheikh Rabia rahimahullah, fatuba lil ghuraba, te pjesa hadithit përgëzim për ato të huajt. Ata domethënë që hasin në vështirësime. Hasin në vështirësi të ndryshme, shkaku i asaj që janë të kapur fuqimisht pas fesë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, ata përjetojnë shtypje, përsekutim, shqetësime, vuajtje, vështirësi. Dhe ato vështirësi, dhe shqetësime, dhe shtypje, dhe përsekutimet, dhe dobimet që kanë përjetuar pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe sahabët e tij ridwanullahi alaihim në Mekë në fillim, nuk i di ato vetëm se Allahu subhanahu wa taala. Por megjithatë,
kanë qenë domethënë të qëndrueshëm, kanë qëndru. Kanë qëndru edhe kur kanë qenë pakic. Nuk kanë thënë jo, po shumica e njerëzve janë ndryshe. Shumica e njerëzve po e ndjekin filanin dhe ilanin. Jo, kanë pa domethënë që të arrijnë dhe kanë synuar domethënë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj dhe kanë qëndru. Dhe pastaj, si pasojë të këtyre shtypjeve, shqetësimeve, vuajtjeve, vështirësive, kanë emigru. Një herë thotë Shekh Rabia rahimahullah këtu në fillim në Etiopi, në El Habesha, dhe pastaj domethënë në emigrimi në Medinë, sahabët dhe po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj domethënë ajo është el ghurba, atë huajsin të qenurit i huaj, e kanë përjetu domethënë sahabët ridwanullahi alejhim në fillim në Mekë. Dhe prandaj atyrve u takon kjo vlerë dhe dallim. Dhe këto domethënë dhe këto myshde dhe përgëzime për shkak se kanë bo sabër. Kanë bo durim në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe pastaj edhe e kanë këshillu njërin tjetrin për me bo sabër, me duru në këtë rrugë dhe kanë emigru. Dhe kanë fliju në rrugën e Allahut subhanahu wa taala të dashurën dhe më të shtrenjtën. Duke sinuar domethënë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj dhe ka tregu pejgamberi alayhi salatu wassalam në lidhje me këtë periudhën e el ghuraba, kur njerëzit domethënë do të jenë në huajsi, të huaj. Edhe pse janë domethënë në mesin e njerëzve. Në atë kohë kur ai i cili mbahet, qëndron në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabid 'ala al-jamr. Do vinë një kohë për njerëzit, ai i cili qëndron i qëndrueshëm në fenë e tij, është sikur ai domethënë që mban gaca të nxehta në duart e tij. Do thonë kjo është mënyrë simbolike që ta kuptojsh ti ja Abdullah se sa vështirë domethënë është qëndrimi në rrugën e drejtë dhe rrugën e saktë në atë kohë domethënë, në kohën e el ghuraba, në kohën e fitneve dhe sprovave. Është sikur se puna e atij domethënë që mban gaca prush të nxehtë në dorën e tij. Prandaj mos u çudit donjëherë nëse dikush nuk i duron ato gacat. Nuk duron, por largohet. Sepse dyshimet dhe sulmet janë të lloj-llojshme dhe vijnë edhe më të fuqishme dhe më të fuqishme. Prandaj dhe Ibn Taymi rahimahullah ka thënë se kerameti më i madh është. Keramet më i madh është qëndrimi në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Qëndrueshmëria në fenë Allahut subhanahu wa taala. Kjo është kerameti më i madh. Dhe ka thënë Ebu Ubejd el-Qasim ibn Sallam rahimahullah se këta njerëz në kohën e el ghurba të huajsis, në këtë kohë të qëndruarit në fenë Allahut subhanahu wa taala, sikur se është bërë shembulli këtu, sikur se me mbajt gaca të nxehta në dorë, ka thënë Ebu Ubejd el-Qasim ibn Sallam rahimahullah, këta njerëz, këta lloj njerëzish janë më të mirë tek une se sa ad-darbu bis-suyuf fi sabilillah. Se sa do më thonë me luftu në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, me dal dhe me luftu. Këta që e mbajnë fenë Allahut subhanahu wa taala dhe nuk ndryshojnë dhe nuk zaventësojnë asgjë, janë më mirë se sa ata që dalin dhe luftojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Sepse thotë Shekh Rabia rahimahullah se situata ose rrethanat domethënë janë të vështira, përballimi është i vështirë, për shkak se dëmi vjen nga të gjitha anët.
të ehlu dalalit, min el kuffar, wa min ehli el bid'a, prej qafirave, prej njerëzve të bidatit, e llojshme, domethënë lloj dëme dhe shqetësime të ndryshme. Prandaj domethënë e kanë ata këtë vlerë dhe këtë shpërblim. Dhe ka bile disa transmetime ku është thonë domethënë se ai i cili i përmbahet fesë Allahu subhanahu wa taala me përpikshmëri dhe për kushtim në atë kohë të vështirë, e ka shpërblimin sa 50 burra. Dhe sahabët ridwanullahi alejhim e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, minna au minhum ya Rasulullah, a prej nesh 50 burra ose prej ata që do jetojnë në kohën e tyre? Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasallam, bel minkum, por si 50 burra prej jush. Por imami i kësaj kohës dhe talenti i madh Sheikh Rabia rahimahullah thot, kjo pjesa vetëm bel minkum është e dobët. I kret hadithi, edhe Imam al-Albani rahimullah ka bo sahih, por thot Sheikh Rabia rahimullah, lakin fihi nadhar, po në këtë vend ka shqyrtim. Do thonë, kjo është dije, do më thonë, bagazh. Jo më thonë, jo po folni kundër këtij, jo, nëse argumenti është ndryshe, qëndron ti me argumenti. Sheikh Rabia rahimullah thot, Sheikh Albani ka bo këtë hadith sahih, por kjo pjesa e fundit bel minkum nuk është e saktë. Se nuk mundet dikush me ardh pas sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe me pas këtë shpërblim më të madh se sa 50 burra prej sahabëve ridwanullahi alayhim. Por e ka shpërblim do të thonë prej 50 burrave ose për 50 burrave do të thonë që jetojnë do të thonë në kohën e tij. Pra, tuba lil ghuraba, tuba do të thonë është ajo më e mira, ose edhe përmendet se është shexharatun fil janna, ose do të thonë një pemë në xhennet, ose vetë do të thonë në xhenneti, që ata do të thonë el ghuraba, që qëndrojnë në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Fuqimisht, do të thonë aty u takon do të thonë në xhenneti. Dhe Sheikhul Islami Ibn al-Qayyim rahimahullah ka thënë se ehlul islam, njerëzit e islamit janë ghuraba në mesin e njerëzve në tokë. Dhe besimtarët janë ghuraba në mesin e muslimanëve. Dhe njerëzit e dijes janë ghuraba në mesin e besimtarëve. Dhe ata që dallojnë të vërtetën nga pa e vërteta, dhe refuzojnë dhe luftojnë dhe i demaskojnë, janë të huaj në mesin e njerëzve të dijes. Do thonë kjo tregon se nuk janë kretë në një grad, në një shkallë. Ibn al-Qayyim rahimahullah thot janë ata dietar. Por këto dietar të tjerë, që janë të specializuar dhe që janë të thelluar dhe me këtë kuptim dhe me këto qëndrime, janë të huaj në mesin e dietarëve. Dhe padyshim se për tyre do më thonë është pikërisht do më thonë në shpjeguesi i këtij librit Imam Rabia rahimahullah. Edhe si na ka thënë shehu jon Sheikh Arafati hafidhahullah, se është pa do më thonë në sytë e Sheikh Rabis el ghurba. Hadha rajul fil ghurba. Do ky njeri ka qenë në ghurba. I huaj do më thonë. I huaj në mesin e dietarëve. I huaj do më thonë në mesin e dietarëve. Pra do më thonë, thot Sheikh Rabia rahimahullah, se këtu ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dy çështje. Çështjen e parë që ka ndodhur dhe ka qenë ajo do më thonë në fillim të Mekës, që kanë qenë do më thonë pakic dhe kanë qenë ghuraba, e pastaj do më thonë o shtu numri 10, 20, 50 e kështu me radhë. Edhe ka tregu diçka do më thonë që ka me ndodhur fi akhiri zaman, në fund do më thonë kohës, para kiametit do më thonë. Që atëherë prap do kthehet, do përsëritet çështja do më thonë që muslimanët do bëhen do më thonë në ghuraba në mesin do më thonë në e njerëzve. Dhe prandaj atyve do më thonë për shkak të qëndrimeve të tyre dhe kapjes të tyre u takon kjo vlerë dhe këto shpërblime nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu do më thonë, në këto hadithe shihet qartë, thot Sheikh Rabia rahimahullah, vlera e Medines.
Vlera e Medinës, se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam se imani do të kthehet në Medinë ashtu si që kthehet domethënë hardhuca ose gjarpri në vrimën e tij. Dhe shehu jon Sheikh Ubejdi rahimahullah ka thënë se këtu është përqendruar domethënë në el-ilm, dituria domethënë, se nuk ka iman pa dije. Nuk ka iman besim pa dituri. Duhet me pas dituri, pastaj vjen domethënë në imani, pastaj vjen vepra. Njëherë vjen domethënë në el-ilm. El-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Dija vjen domethënë para fjalës dhe veprës. Pra domethënë këtu tregohet vlera e Medinës dhe se ajo ishte vendi i emigrimit ku emigroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij ridwanullahi alaihim, dhe vendi i shpalljes, dhe prej aty domethënë filloi të përhapet Islami. Prandaj domethënë dhe prap në fund domethënë njerëzit do të kthehen në Medinë. Prap domethënë në fund njerëzit do të kthehen në Medinë. Edhe do jetë një farë lloj strehim për muslimanët. Sepse në Medinë dhe në Mekë nuk mundet me hyrë gjallë. Ajo fitnia domethënë e madhe, që si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e shohim domethënë në vazhdim, kush dëgjon për Dejxhalin, domethënë le të largohet nga vendi ku ai ka dëgjuar në filan vend është, ai le ta kthejnë domethënë drejtimin e tij në një kahje tjetër. Mos më shku atje, se e sprovon, ja përshkjellon situatën dhe e fut domethënë në ngrackën e tij. Këtu thotë Sheikh Rabia rahimahullah, po ashtu, se El-Hafiz an-Nawawi rahimullah, që dihet domethënë se është prej shpjeguesve më të dalluar ndoshta të Sahih Muslimit, në shpjegimin e tij të Sahih Muslimit ka përmend një fjalë të gjatë të El-Qadi Iyad. Qadi Iyad ka përmend një fjalë ku Qadi Iyad, që do thotë se edhe an-Nawawi rahimullah ka qenë domethënë në të mendimit të atij, për shkak kësaj domethënë e ka citu El-Qadi Iyad. Se ndryshe domethënë nëse ka qenë gabim nga ana e El-Qadi dhe mendime ka domethënë se nuk është e saktë, atë në fund domethënë duhet me e thënë. Por ai ka sjell atë fjalë dhe ka heshtur. Që do thotë domethënë ka qenë i pajtimit dhe i mendimit se kjo fjalë të El-Qadi Iyad është e saktë. Po Sheikh Rabia rahimullah, ky talent i madh ka thënë se nuk është e saktë. Nuk është e saktë. Se është domethënë ka përmend në lidhje me këto hadithe se imani kthehet në Medinë kështu me radh, ka thënë domethënë se kjo është sikurse Qadi Ibn Iyad ka thënë domethënë se kjo është Qadi Iyad ka thënë domethënë se kjo është sikurse në kohën tonë që ne domethënë e vizitojmë varrin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe po ashtu kërkojmë te barruk beriqet me gjurmët e varrit të pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe me gjurmët e shokëve të tij ridwanullahi alaihim. Sheikh Rabia thotë një gjë e tillë nuk është e saktë, sepse nuk është bë e ligjshme, nuk ka legitimitet në fen ton që njeriu me ndërmarr udhtim në mënyrë të veçantë që me udhtu dhe me vizitu varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E as edhe me kërku domethënë në bekim nga gjurmët e varrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e as të shokëve të tij ridwanullahi alaihim, e as të doni tjetër prej pejgamberëve dhe njerëzve të mirë. Për këtë nuk aludon asgjë në librin e Allahut subhanahu wa taala dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thonë argumenti është kjo, Kur'an dhe Sunna. A ka një gjë e tillë? Nuk ka. Atë nuk mund të jetë e ligjshme. Edhe në qoftë se e kanë thënë dietarë të mëdhej. Po, gabimi është gabim. Dhe prandaj barakallahu fikum ka nevojë njeriu që kur i mëson këto çështje, që ai domethënë që ai me pa domethënë edhe me u kthy te kuptimin e dietarëve bashkohor. Se jo ti futesh aty në Sahih Muslim ta ka përkthy dikush, edhe pale çfarë përkthim ka bo ai,
Edhe thot, Imam an-Nawawi bile shkruan aty, edhe ti lexon. Edhe e gjen kët, e gjen këto hadithe, e gjen domethënë kë shpjegim. Edhe thot domethënë se bën me kërku bekim nga gjurmët e varrit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe e merr ashtu. Edhe vazhdon. Ku do jetë përfundimi pastaj? Pastaj nuk duhet askënd me qortu për vetëm se veten e tij, veten tënde. Prandaj duhet domethënë me u kthy tek këto njerëz të thelluar në dije, me akide të pastër. Me akide domethënë të pastër. Pra domethënë hijreti ka qenë i lidhshëm që me shku në Medinë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që me përkrah pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me mësu fen nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është domethënë. Kurse ndërmarrja e udhëtimit bëhet vetëm në drejtim të 3 xhamive. Tek xhamia e pejgamberit alaihi salatu wasalam, xhamia e Qabes dhe xhamia domethënë në Beitul Maqdis, Mesjidul Aqsa. Në këto 3 xhamia domethënë bën njeriu me ndërmarr udhtim, me udhtu dhe me vizitu dhe me fal në to. Asnjë xhami tjetër në botë domethënë nuk e ka këtë vlerë domethënë. Nëse ti rastisht je të udhëtuar dhe ndalesh aty e fal namazin, është në rregull. Cila xhami do qoftë në botë domethënë. Ama me shku domethënë enkas, a i thonë ju enkas? Apostafakisht, në mënyrë apostafate me shku, a e përdorni enkas ju? E po atëherë unë të pyetës, a e përdorni domethënë? Se nuk ka nevojë domethënë çdo fjalë me qenë në gjuhën më të lartë shqipe, edhe elokuente, e kupton? E kisha qëllimin a e përdorni domethënë. A është domethënë e njohur ajo fjalë. Kjo ishte barakallahu fikum. Allahu trujt, Allahu ta shtoft bereqetin. Kjo është barakallahu fikum, edhe thot Sheikh Rabia rahimahullah këtu. Prandaj dhe për shkak të kësaj, sepse nuk ndërmarret udhëtimi vetëm se në ato 3 xhamia, sahabët ridwanullahi alehim, edhe selefat pastaj e tabi'in që kanë pasuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë ndërmarr asnjë udhëtim vetëm me vizitu domethënë varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E as do një var tjetër domethënë. Nuk kanë ndërmarr udhëtime. Nuk kanë synuar udhëtime për vizitimin e varrezave. Prandaj dhe thotë Sheikh Rabia rahimahullah këtu në fund, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Dhe çdo e mirë është në pasimin e atyre që kanë kaluar të parëve. Ndërsa çdo e keq që është në shpikjen e atyre që kanë ardhur më pas. Çdo e keq që është domethënë në shpikjen domethënë atyre që kanë ardhur më pas. Thot Imam Uthemini rahimahullah në shpjegimin e këtij hadithit se është përmend domethënë kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë qenë muslimanët, numri i tyre rreth 140.000 musliman. Rreth 140.000 musliman. Kurse në fillim domethënë kanë qenë 2, pastaj 10, e kështu me radhë ashtu numri domethënë derisa ka kaluar domethënë kur ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasallam ka qenë numri rreth 140.000 të muslimanëve. Kjo që njëherë përmendet domethënë se ai kthehet ndërmjet 2 xhamive të Medinës dhe të Mekës, e njëherë tjetër domethënë përmendet vetëm Medinja. Kjo domethënë thotë Sheikh Uthemini rahimullah nuk ka asnjë kundërshtim. Që njëherë nuk është përmend Medinja domethënë në mënyrë me emrin e saj, po në një transmetim tjetër domethënë është e veçuar. Kjo domethënë nuk ka asnjë lloj domethënë në kundërshtim, asnjë lloj domethënë në kundërshtim. Pastaj kapitulli i radhës përmendet babu dhahabil imani akhir az-zaman. Kapitulli rreth largimin e imanit në fund të kohës.
Kapitulli rreth largimin e imanit në fund të kohës. Edhe kjo tregon domethënë një renditje të shkëlqyeshme nga ana domethënë e Imam Muslimit rahimullah. Njeri sjell domethënë ato hadithet e për huajsin e Islamit dhe pasuesve të Islamit, për el-ghuraba, dhe pastaj domethënë vjen që do largohet imani në tërësi. Do largohet Islami në tërësi. Nuk do ketë asnjë gjurmë domethënë nga Islami dhe imani. E përmend këtu hadithin e Enesit radiallahu anhu, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal, la taqumu as-sa'atu hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Do thon hadithi është nuk do të ndodh kiameti derisa në tokë të mos thuhet më Allah Allah. Dhe hadithi tjetër, po ashtu të Enesit radiallahu anhu, se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, la taqumu as-sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah. Nuk do të ndodh kiameti mbi askënd që thot Allah Allah. Që do thot domethënë, siç e thotë edhe Sheikh Rabia rahimahullah këtu, jo që këta nuk e dëshmojnë dhe nuk e thuajnë shahadetin la ilaha illallah, po as edhe emri Allahu subhanahu wa taala nuk do të përmendet më në tokë. Do thonë emri Allahu subhanahu wa taala, që thotë Sheikh Rabia rahimahullah, do të jetë një jahilija që nuk ka shembull paraprak. Do thonë të gjitha ato popull që kanë kaluar dhe që kanë qenë në jahilijet, edhe para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por prap e kanë përmend ata emrin Allahu subhanahu wa taala. A nuk kanë thënë ata mushrikat ma na'buduhum illa liuqarribuna ila Allahi zulfa. Ne nuk ja adhurojmë ata të adhuruarit tanë që i kina marrë, për vetëm se ata të na afrojnë neve tek Allahu. Do të ata kanë përmend Allahu subhanahu wa taala. Por këta domethënë që do jetojnë në fund të kohës, që ka me ndodhë edhe kiametin mbi atyre njerëzve, as edhe emrin Allahu subhanahu wa taala nuk do e përmendin. As edhe emrin Allahu subhanahu wa taala nuk do e përmendin. Pra do më thonë, thotë Sheikh Rabia rahimahullah, nuk do të mbetet nga Islami asgjë. La Kur'an wala ghayru. As Kur'ani, as diçka tjetër. Wala hatta dhikrullah. E as nuk do të mbetet edhe përmendja Allahu subhanahu wa taala. Atëherë do të ndodhë, do më thonë, mbi këtyre njerëzve të këqij, të shfrenuar, se dhe këta, dhe thotë Sheikh Rabia rahimahullah, se hadithet që tregojnë domethënë për zbritjen e Isait alayhi salatu wassalam dhe vrasjen të Dejxhallit, pastaj ardhja e Yaxhuxhit dhe Maxhuxhit, dhe pastaj Isa alayhi salatu wassalam do të dhe me besimtarët që do jenë me të do të kërkojnë domethënë strehim te mali Tur, pastaj Allahu subhanahu wa taala i shkatron Yaxhuxhin dhe Maxhuxhin, pastaj do jetojnë pas kësaj një 7 vite ose edhe më tepër. Pastaj domethënë do vjen ajo era edhe ka me marr domethënë çdo shpirt të besimtar. Pastaj nuk do të mbeten njerëz në tokë vetëm se ato të shfrenuarit që janë dhënë pas marrëdhënieve të shurthura, sikurse gomarët. Domethënë këta njerëz, lloji këtyre njerëzve domethënë mbi atyre domethënë ka me ndodhë kiameti. Thotë Sheikh Rabia rahimahullah, se kiameti do më thonë, la taqumu ala al-muslimin. Nuk do e përjetojnë do më thonë kiametin, ato çastet e kiametit, muslimanët. Por, innema taqumu ala unasin kuffar. Ka me ndodhë do më thonë, dhe do e përjetojnë atë merë njerëz që janë do më thonë në pabesimtar. Aq do më thonë të shfrenuar në pabesimin e tyre, sa që do më thonë edhe nuk e përmendin edhe emrin Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra një jahiliet që nuk ka shembull para prak. Që nuk ka shembull domethënë në para prak. Dhe kjo tregon domethënë në gjendjen e tyre. Këtu Imam Uthaymini rahimahullah thot, këtu dikush mundet me thonë se ajo që është përmendur këtu në hadith Allah, Allah,
A nuk është kjo ajo që aludon për rrugën e sufive se si bojnë ata dhikr? Dhe ata nuk shtojnë asgjë më tepër, po vetëm Allah, Allah. Thotë Sheikh Uthaymin rahimahullah, përgjigja për këtë është se këtu në këtë hadith Allah, Allah, kuptimi është domethënë në ja Allah. O Allah. Që do të thotë domethënë ata nuk do i lutën Allahu subhanahu wa taala. Edhe nuk do e përmendin Allahun subhanahu wa taala. Kjo është për qëllim domethënë. Që ata jo thjesht vetëm Allah, Allah, por është kuptimi domethënë që ata nuk thonë ja Allah. Sikur thonë njeriu ja Allah, do thonë i kërkon diçka Allahu subhanahu wa taala, i lutet Allahu subhanahu wa taala. Pastaj kapitulli i radhës është babu el istisraru bil imani lil khaif. Kapitulli mbi fshehjen e besimit për atë që ka frikë të dëmtohet. Edhe prapë kjo domethënë ndërlidhet me temën e parakaluar domethënë kur njeriu domethënë jeton në raste dhe rrethana të tilla domethënë dhe të vështira dhe përsekutime. Prandaj shikoni këtë renditje të mrekullueshme që e bën Imam Muslimi rahimullah. Domethënë këta imamlar, si Imam Muslimi rahimullah, nuk janë ulur aty edhe kanë filluar me shkruaj diçka, me shkaravit. Jo. Kjo është shkencë në vete. Kjo renditje, ky përpillim. Nuk janë thjesht hadithe vetëm. Renditja, mënyra renditjes e kapitullve e haditheve është shkencë në vete. Që ndoshta sot nëse mblidhen institucione shtetërore, nuk arrin dot këtë domethënë në këtë nivel të përpillimit si këto imamlar, domethënë të kalibrit Imam Muslimit rahimullah, Imam Buhariut dhe të ngjashmit me ta. Këtu domethënë kapitulli mbi fshehjen e besimit për atë që ka frikë të dëmtohet. E përmend këtu Imam Muslimi rahimahullah një hadith që është domethënë me sinxhir të njerëzve të Kufës, domethënë gjithë transmetuesit janë banor të Kufës dhe kjo llogaritet në shkencën e hadithit si perl. Perlat nuk janë për ata domethënë ndonjë punë të dunjas, ku e di çfarë. Se neve na duken ato perla, ku e di, kur fitojnë shumë parë ose punë. Jo, perla janë këta perla janë e muslimanëve. Ku thot Imam Muslimi rahimahullah wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wa Abu Kurayb wa lafdhu li Abi Kurayb qala haddathana Abu Muawiya an A'mash an Shaqiq an Hudhayfa qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam faqala ahsu li kam yalfidhu al-islam قال فقلنا يا رسول الله تخاف علينا ونحن بين 600 إلى 700 قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال أي الحذيفة رضي الله عنه فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا لا يصلي إلا سرا. Këtë hadith madhështor e transmeton sahabiu nderuar Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, ku tregon domethënë se ishim me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dhe na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, numëroni për mua sa njerëz e përqafojnë islamin. Numëroni për mua sa njerëz e përqafojnë islamin. Atëherë të pranishmit i thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a friksohesh për neve o i dërguari i Allahut, kurse ne jemi mes 600 edhe 700. Atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju nuk e dini, ndoshta do të sprovoheni. Dhe thot Hudhayfa radiallahu anhu, dhe ndodhi ashtu. Fabtulina, u sprovuam sa që shkoi situata deri aty, sa dikush prej neve domethënë na nuk e falte namazin për vetën se fshehurazi. Fshehurazi, kjo ka mundësi domethënë me qenë kuptimi domethënë na kur ka shku në xhami domethënë nuk është duk. Jo që e ka kuptimin që s'kan shku domethënë në xhami, jo. Po kuptimi është domethënë që nuk janë duk, po pastaj janë larguar domethënë edhe nga grumbullimet e kështu me radhë. Thotë Sheikh Rabia rahimahullah, te fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam domethënë na
që numroni për mua sa njerëz e përqafojnë Islamin, thotë Sheikh Rabi Rahimullah, do të thonë me numru ata numrin dhe emrat e tyre. Dhe emrat do më thonë e tyre. Dhe ka thënë Hudhejfa, ose pranishmit, ka thënë, jemi do më thonë mes 600 dhe 700. Kurse ka transmetime tjera, që në atë kohë, kur është thonë kjo fjalë 600 deri 700, kanë qenë do më thonë 1500. 1500, jo 600 deri 700, po 1500. Tash si pas kuptimit hadadive gënjeshtër. Kjo është kuptimi hadadive. Hadadit kanë do më thonë kuptim të mangët dhe horizont të mbyllur. Kjo, ja Abdallah, këtu imitarin në rashapoj dhe të kemë kujdes. Kjo, jemi 600 deri 700, kur kanë thënë këtë fjalë, janë për qëllim vetëm burrat këtu. Kurse kur kanë thënë jemi 1500, aty hyjnë gratë, fëmijët e kështu me radhë. Kjo është domethënë bashkimi. Do thonë ka rrugdalje, ka mirëkuptim, mundet kuptohet se jo te hadadit s'ka. Siç ato Sheikh Rabia, nëse dikën e akuzojnë ata edhe me sende që ai si ka, patjetër duhet ta avarosim atë, ta përfundojmë. Ata janë e gërsira, që ato sjellje që kanë ata as nuk janë sjellje njerëzore. E mos flasin në fund të muslimanëve. Prandaj duhet me pas kujdes për atyrve e gërsirave. Janë më të rrezikshëm se ato ujë që ecin nëpër mal. Se një vllai jonë kishte pas një vakët një ujë. Po si ndodhi asnjë send. Këto ujë, për këtyre ujëve duhet me pas më shumë kujdes. Se ata shfaqen domethënë në formën e lepurit. Por në fund do më thonë mundet me pas koston të randë. Prandaj do më thonë na nuk ka do më thonë na luhatje, por duhet njeriu me qëndru. Shikoni barakallahu fikum, ata kanë qenë 600 deri 700. Dhe i kanë thënë pejgamberit alayhi salatu wasallam, "A te khafu alejna?" A ke frikë për neve? Do thonë numri ka duk shumë i madh aty në vend. 600 deri 700 musliman. Me gjithë gratë, me fëmijë 1500. Por kanë qëndru dhe nuk kanë zavendësuar asgjë prej fesë Allahun subhanahu wa taala. Edhe thot Sheikh Rabia rahimahullah se kjo që ka thënë Hudhejfa radiallahu anhu në fund, feptulina u sprovum do më thënë me një gjë e tillë, kjo ka ndodhur do më thënë në kohën e tij kur ka filluar, do më thonë, kur kanë filluar ato lëvizjet e para të Abdullah ibn Saba. Ato do më thonë lëvizjet e para të Abdullah ibn Saba në Irak, në Egjipt dhe vendeve të tjera, që kanë filluar edhe njerëz me dëmtu dhe me, do më thonë, me i shqetësu dhe e kështu me radhë, atëherë do më thonë, atëherë sahabët ridwanullahi alejhim e kanë kuptu do më thonë na ardhjen ose ato parashenjat e fitnes. Sikur se Hudhejfa ibn Yamanit radiallahu anhu, Abdullah ibn Umeri radiallahu anhuma, Ebu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu dhe të tjerë. Prandaj dhe edhe nuk kanë marrë, thot Sheikh Rabia rahimahullah, në çështjen e qadiyatul Jamal, do më thonë në Jamal, në luftën në çështjen e Jamal, nuk kanë marrë pjesë, do më thonë, por kanë qëndruar larg, edhe Abu Bakra radiallahu anhu ka qëndruar, do më thonë, larg, për shkak se edhe ka pas edhe hadithin ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, idha altaqa almusliman bi sayfihima falqatilu wal maqtulu fi an-nar. Nëse dy musliman ballafaqohen me shpata, atëherë vrasësi dhe i vrari, do më thonë, janë në zjarr. Prandaj do më thonë Abu Bakra radiallahu anhu dhe Hudhejfa radiallahu anhu dhe ata të tjerit janë përmbajtur për këtyre çështjeve që mos i përlynë, do më thonë, duart e tyre me gjak të muslimanëve. Dhe thotë Sheikh Rabia rahimullah, për këto qëndrime që kanë pas ata, wa kanat indahum adilla yastadillun biha. Do më thonë, kishin argumente për ato qëndrime, për ato përmbajtje. Kishin argumente që argumentojshin, do më thonë.
Do thonë nuk ishte çështja e epshit dhe ëndjeve dhe interesave personale, por ishte çështja domethënë që kishin domethënë argumente, dhe i pan domethënë ato parashenjat të fitnes, Thot Imam Uthejmini rahimahullah, po ashtu, sa i përket fshehjes së besimit domethënë nga ana e njeriut, kur ai ka frikë domethënë për veten e tij dhe familjes së tij. Dhe ajo mbetet një gjë domethënë mes atij dhe Allahu subhanahu wa taala. Kjo barakallahu fikum, fshehja e besimit nuk e ka kuptimin që njeriu i cili është i friksuar me braktis fen. Do thonë, me pas frikë për veten tënde ti ose për familjen. Kjo nuk ta justifikon ty që të largohesh prej fesë dhe ta praktisish praktikimin e fesë. Domethënë ka dallim, thotë Sheikh Uthejmini rahimullah, mes praktisjes së bindjes dhe Allahu subhanahu wa taala dhe mes fshehjes së besimit. Fshehja nuk përmban dhe nuk nënkupton që ti ta praktisish fenë dhe bindjen dhe Allahu subhanahu wa taala, asesi domethënë. Por njeriu po mundet me pas raste dhe rrethana ku e kërkon situata që njeriu me fsheh besimin e tij, por ai prap vazhdon domethënë me qenë i bindur ndaj Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu thotë Sheikh Uthejmini rahimahullah se dietarët kanë argumentuar me këtë hadith me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ahsuli, numroni për mua domethënë sa njerëz e përqafojnë islamin. Kjo është argument domethënë që është e ligjshme që pushtetarët dhe ata që kanë përgjegjësi me i numru banorët e vendit. Që me ditë domethënë se sa numër kanë domethënë nën kontrollin ose nën udhëheqjen e tyre. Domethënë kjo ka bazë në fenë Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu thotë Sheikh Uthejmini rahimullah se ky hadithi Hudhaifas radhiyallahu anhu, përmban po ashtu se njeriu duhet të parapregaditet për fitnet dhe të ruhet prej tyre. Të parapregaditet. Jo me thënë unë nuk merrem me fitne. Këta që thonë unë nuk merrem me fitne janë me të dyja kam dhe me kokë dhe me kret në fitne këta. Nuk është fitne të kthehesh ke dietarët. Jo, asnjë s'ka qenë fitne të kthehesh ke dietarët. Ata të Irakut kur u paraqitën kaderit në Irak dhe kanë qenë dietar, ulema, Yahya ibn Ya'mar dhe Abdurrahman ibn Humayt al-Himyari kanë marrë rrugën prej Irakut deri në Mekë kanë shku. Me taku Abdullah ibn Omerin radhiyallahu anhuma. Që me pyet domethënë se të njerëz, se të ne janë shfaqur njerëz të tilla me pretendime të tilla. Kjo nuk është fitnë. Kjo është me pas qartësi dhe siguri kthimit të dietarët. Mos kthimi ke dietarët është fitnë. Pra thotë Sheikh Uthejmini rahimullah, duhet të përgatitet yanbaghi an yasta'idda lil fitan wa yahdhar. Do thonë duhet të përgatitet për fitnet. Me çka duhet me përgatitet? Me hapa? Me kokra? Me ilaçe? Jo, yasta'id lil fitan me dije, me dituri, me ikhlas, me sidq, me vepra të mira. Kjo është me u përgatit. Dhe me qenë domethënë që të ruhet. Prandaj nuk duhet, thotë Sheikh Uthejmini rahimullah, nuk duhet njeriu të mahnitet nga numrin të madh që e ka për rreth vetes ose nga fuqia që e ka, fuqinë që e ka. Nuk duhet mahnitet. Nuk duhet domethënë të mahnitet dhe nuk duhet me thënë njeriu, unë nuk ndikohem nëse ulem me filanin dhe filanin. Sheikh Uthejmini menheq. Do shta dikush do vinë mas disa vite, prandaj këto libra do t'i rojnë, edhe do i fshin këto pjesë, do i heqin, se nuk përshtaten për kohën. Dhe kanë ndodhur ato që i kanë nën kontroll
librat e Imam Uthejminit rahimahullah. Disa sende i kanë hek. Ja Abdullah, çështja është serioze. Pra çka thotë Sheikh Uthejmin rahimahullah? Njeriu nuk duhet me thënë, unë ulem me filanin dhe filanin minan nas, edhe lën ata'athar. Dhe nuk ndikohem unë. Unë jam i fortë, unë e kam kuptuar, unë e di. Jo, mos thuaj. Ose nuk duhet me thonë njeriu që unë do udhëtoj në vendet e kufrit dhe nuk do ndikohem, do thonë, prej jetës së aqe që është. Jo. Thotë që Uthejmini rahimahullah dhe vazhdon, sepse njeriu do më thonë pas kësaj sprovohet në dunjan e tij, jo, në fen e tij, fidinihi. E paguan fakturën do më thonë me fen e tij, me gjën më të shtrenjtën. Sepse si ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, do thonë, edhe kjo që e përmend tash për Dejjalin, do thotë që njeriu duhet me ik, do më thonë, vendeve të sprovës dhe ku mundet me rëshit dhe me gabu. Jo me qëndru, do më thonë, me njerëz të devijuar, jo me shku në vende, do më thonë, ku është rrezik për ty, edhe me thonë, pastaj, jo, unë jam i fort, unë nuk dikohem, unë e kështu, unë e kuptoj, unë e s'kuptoj. Lija to pralla. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, men sami'a bid-Dajjal falya'na anhu. Kush dëgjon për Dejjalin, le të largohet prej tij, le të largohet larg prej tij. Jo me shku atje. Sepse thotë që Uthejmini rahimahullah, do të ketë, domethënë, njerëz ose një njeri, si ka ardhur edhe në hadith, që i vjen Dejjalit dhe ky njeriu domethënë e mendon veten se është musliman besimtar. Po pastaj Dejjali vazhdon mi ja përshtiell çështjet hatta yattabi'ahu. Derisa domethënë në fund ky muslimani besimtari e pason Dejjalin. I beson. Edhe tashti e fusish hundën me filanin, me ilanin, me dyshimet e filanit, me dyshimet e ilanit. Edhe në fund çuditesh, pikut kanë hyrë, domethënë ata gjithë dyshime. Jo, çuditesh, ja ke hedh veshin atynve, domethënë që s'duhet t'ua hedhish veshin. Andaj, mos akuzo dhe mos qorto askënd për vetëm se veten tënde. Shiko Dejjalli. Si e sprovon. Edhe megjithatë se në fillim, duhet me ditë barakallahu fikum, ky që ka shku si besimtar te Dejjalli në fillim, e ka ditë se ajo është Dejjalli. E ka ditë me bindje, domethënë se është në rrugën e gabuar. Se është gënjeshtar. Po tu qëndru me atë gënjeshtar, e ka mashtruar dhe ka përfunduar te ai. Kështu ndodh edhe me Dejjallat e sotshëm. Me lloj-lloj devianta. Ti ndoshta në fillim e din se ajo është i devijuar. Po tu qëndru me të, tu shoqëru me të, tu e dëgju atë, përfundon në rrugën e tij. Edhe pastaj fillon ta mbrojsh. Sepse e pason. Ky në fund pasi që e pason, çka i bën? E mbron pastaj. Tu e din në fillim se ishte gënjeshtar. Se Dejjal vjen me Dejjal, që është gënjeshtar i madh, që gënjen shumë. Barakallahu fikum. Prandaj duhet pas kujdes. Jo dëgjoj se cili që shkruan aty në Facebook, gënjeshtra, gazetari, llafet kota, asnjë argument. Tash Sheikh Ahmed Badukhan hafidhahullah kishte qit një refuzim kundër këtij Nizarit. Me të vërtet ma kujtoj Emin Agon. Thot Sheikh Ahmed Badukhan aty, fillova me ja dëgju disa mësime, plot gabime dolën të Nizarit. I pa pregadit, i turbullum, i hutum, sikurse ne kur fillum t'ja dëgjojmë ato mësimet në Peqin. Dolën, zeqati merret prej fukarave, jepet pasanikëve. Doli Allahu është i panevojshëm. Dolën muhabete me 2-3 mësime. Këta kanë gjashmëri. Edhe i paft, mësime domethënë shumë të pakta. Pastaj kapitulli i radhës është babu ta'allufi qalbi man yakhafu ala imanihi li da'fihi wan nahyu 'anil qat'i bil iman min ghairi dalilin qati'in.
Kapitulli fitimi I zemrës së atit, për të cilin friksohet për imanin e tij, për shkak të dobësisë së tij, dhe ndalimi me pohu në mënyrë të prerë për imanin të një personit vetëm se me argument të prerë. Dhe këtu e përmend Imam Muslimi rahimahullah një hadith me disa transmetime që ka çdo transmetim do të thonë një shtesë që luan rol të madh do të thonë në kuptimin e hadithit. Thot do të thonë në transmetimin në hadithin e parë se është an Amir ibn Sa'd an abihi, yani Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله اعط فلانا فإنه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. Tregon Amir ibn Sa'd nga babai I tij Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndajti një pasuri në mesin e disa njerëzve. Përmende këtu domethën a'ta rahtan. Rahtun në arabisht domethën do thotë një grup që është më I vogël se 10 persona. Do thonë I erdhën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ato 10 persona ose më pak se 10 persona dhe Sa'd radiyallahu anhu ishte domethën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë kur filloi pejgamberi alaihi salatu wasallam me u ndajt atyrve pasurinë, I thot Sa'di radiyallahu anhu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam a'ti fulanan fa innahu mu'min. Do thonë ja Rasulullah a'ti fulanan fa innahu mu'min. Jepi filanit, këtij njënit për atyrve domethënë, që ka qenë aty, sepse ai është besimtar. Pejgamberi alayhi salatu wasallam I thot apo musliman. Ai thot besimtar, pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ja pohon, ja kthen musliman. Prap Saadi e thot 3 herë, ai është besimtar. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ja kthen musliman. Edhe thot pasaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, unë ja jap prej pasurisë një personit dhe ka dikush që është më I dashur tek unë prej atij që unë ja jep. Por nga frika domethënë se mos e hedh Allahu subhanahu wa taala person në zjarr. Do thotë që më ja fitu zemrën, më e forcu, I jep atij pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ndoshta ai tjetri, siç e thot Sheikh Uthemini rahimahullah, është edhe më I dobishëm për Islamin. Do thonë, shikoni, me këta sende duhet me eduku. Nëse ndodh dikush për shembull dietari, I jep dikujt tjetrit për parësi dhe pse ndoshta ti mendon se ty të takon më shumë. Jo me çështje të kërçovës. Edhe me ato primitivitetet e vendeve tona. Jo. Duhet ta thysh egon tënde. Ta thysh egon tënde me këto sene. Ta edukojsh egon tënde me këto sene. Jo me thënë selefieve me I mbajt ato të vjetrat prap mbrenda në thellësinë e zemrës. Duhet me I çrënos, me I pastru. Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I jepun atit filanit domethënë edhe pse dikush tjetër mund të më qenë më I dashur tek unë se ai tjetri, që unë ja kam dhënë. Kjo e gjitha domethënë unë kam frikë që mos e hedh Allahu Taala atë në zjarr. Që më ja forcu domethënë zemrën, më ja afru zemrën, më ja përfitu zemrën. Edhe thotë Sheikh Uthemini rahimullah, një gjë e tillë, përfitimi I zemrës, zbutja e zemrës, që t'ja bësh të tjerëve të dashur fenë islame, kjo është për pushtetarët dhe për të tjerit. Nuk është vetëm për pushtetarët. Që ne 1-2 jena mësu, çka bon ai, çka bon tjetri pushtetar. Jo, po ti çka bon? Ti pyete vetëm ti çka ke bën. Ti kujt ja ke fitu zemrën, ja ke zbut zemrën, me cili gjest, me cili vepër, që ta afrohesh në Islam dhe në Sunnet. Edhe thot këtu në transmetimin e dytë tregon Sa'di radhiyallahu anhu pse I ka thënë jepi filanit sa ai është besimtar. Qala Sa'dun fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum man lam yu'ti. Ka kishte dikush domethënë prej tyre që pejgamberi alaihi salatu wasallam nuk u dha atit, nuk I dha. Wa huwa a'jabuhum ilayya.
Wa huwa a'jabuhum. Kurse ai mua më pëlqente më së shumti. Kurse ai më pëlqente mua më së shumti, domethënë nga sjellja, karakteri, të folurit, edukatën, shenja që dukeshin, domethënë, ai më së shumti i pëlqej Saadit nga të tjerit. Kurse pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk i dha. Dhe i thot Saadi fa wallahi inni la arahu mu'minan. Unë jam të e pa pasha Allahun si besimtarat. Fa kala Resulullah sallallahu alaihi wasallam au musliman, apo musliman. Musliman, mjaftohu me kaq. Se një gjë e tillë domethënë me dëshmu në mënyrë të prerë, thot Imam Rabia rahimahullah, vjen domethënë vetëm me argumente. Dëshmohet një gjë e tillë domethënë për sahabët ridwanullahi alehim dhe dëshmohet me të vërtet për njerëz që ka treguar dhe ka vërtetuar dhe ka dëshmuar historiku i tyre, sakrifica e tyre dhe vlera e tyre, siç është prej tabinëve Sa'id ibn Musayyib dhe Urwa ibn Zubair të ngjashmin me ta. Përndryshe domethënë nuk pohohen në mënyrë të prerë për njerëzit në përgjithësi se janë besimtarë. Brendësinë e tij nuk e din askush për vetëm se Allahu subhanahu wa taala. Domethënë në përgjithësi domethënë nuk pohohen një gjë. Po, thotë Sheikh Rabia rahimullah, kemi mendim të mirë për muslimanin. Nuhsin adh-dhann, kemi mendim domethënë të mirë dhe shpresojmë për të. Ama domethënë me thënë në mënyrë të prerë el-jazm, kjo domethënë nuk bëhet për vetëm se me argumente të qarta dhe të prera. Këtu te një transmetim që e përmend këtu Imam Muslimi rahimahullah, përmendet se Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu thot, kur I ka thënë pejgamberit alayhi salatu wassalam, a'ti fulanan, jepi domethën filanit, fa innahu mu'min, ajo është besimtar. Këtë nuk ja ka thënë para atyre njerëzve aty, se dikush mundet shikoni prandaj Imam Muslimi rahimullah I solli tash gjitha këto transmetime që ti ta kesh domethën kuptimin të plot. Se shikoni tash për shembull vjen dikush ta sjell hadithin të parë. Edhe mundet me të fut dyshime. Shikoni se Saadi dhe sahabët nuk janë sjell mirë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe ti nëse nuk ke njohuri, atëherë ja beson. Bile thot, është në Sahih Muslim, edhe ta sjell me numër. Kurse këto rivajete tjera që e plotësojnë këtë hadith dhe kuptimin, nuk ti tregon ai. Edhe mota ka fut domethënë një dyshim. Prandaj shikoni sa rëndësi ka domethënë me kë shoqërohesh dhe për kë merr dije. Prandaj thot këtu Imam Muslimi rahimullah se Saadi ka thënë në një transmetim tjetër, faqumtu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasarartuhu. U çova te pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe ja thash në mënyrë sekrete. Faqultu ma laka an fulan. Çka është puna me filanin, nuk I dhe. Do thonë ja ka thënë këtë fjalë, epi filanin se është besimtar ose çka është me filanin pse nuk I dhe, ja ka thënë domethënë në mënyrë diskrete, në mënyrë domethënë sekrete. Jo para njerëzve. Edhe thot ky mjeshtri I madh, Imam Muslimi rahimahullah, Imam Uthemini rahimahullah, se yarhamakallah, këtu përmban domethënë edukat të lartë nga Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse një gjë e tillë nuk ja ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para atyre njerëzve publikisht, por ja ka thënë sipas ad-rivajetit në mënyrë domethënë diskrete mes atij dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ata ishin të ardhur aty dhe ndoshta prej dëmeve që mundesh të shkaktohen të mendojnë ata të tjeri që kanë ardhur, se shikoni këta që janë përdit me pejgamberin alayhi salatu wasallam, ja parakalojnë në fjalë, ja prejnë fjalën, ose I dalin përpara, I përzihen, që mos me ndodh një gjë e tillë, faqumtu ilay, u çova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja thash një gjë e tillë. Dhe e dyta, nëse ja kishte thënë publikisht para atyre njerëzve, atëherë do ishte edhe dëmi në lidhje me atë personin për të cilin kërkoi Saadi radhiyallahu anhu. Sepse ai do prekesh atëherë se do I binte në sy, pse nuk më dha mu pejgamberi alayhi salatu wasallam. Se ky domethënë Saadi radhiyallahu anhu ja përmend me më thënë mu, ai domethënë nuk më dha prapë. Atëherë këto dyshë domethënë edhe më shumë
që do prekesh ai personi dhe do ndikon te kjo. Prandaj barakallahu fikum kjo tregon domethënë na kujdesin për zemrat. Që njeriu me pas kujdes domethënë na për emocionet e muslimanëve. Që mos lasish çka të kalon kokë aty. Çka duhet edhe çka s'duhet. Edhe pastaj, vllai është prek. Po është prek se ti s'ke pas kujdes çka e tu folna. Po duhet domethënë ti marrësh fjalat mirë kur të flasish. Edhe kur të bësh veprime, që mos preket ai tjetri, mos i prishet zemra atij tjetrit. Shikoni, këto çështje kanë domethënë bazë në fen tonë. Barakallahu fikum. Pastaj Sheikh Rabia rahimullah thot se ky hadith tregon se Saadi radiallahu anhu ka pas domethënë dashuri të madhe për hajrin. Domethënë që ti domethënë hajri me i përfshi të gjithë muslimanët dhe ata domethënë që kanë qenë në praninë e tij. Dhe ka qenë domethënë çka hasbi. Çka bën mal? Von tash kur jemi në ders, duhet me qenë ders. Domethënë, kanë qenë sahabët, dhe këtu e shohim nga Saadi radiallahu anhu, domethënë të përkushtuar maksimum dhe va kanë dashur të mirën njerëzve. Sepse kur e sheh tjetri që ti a do të mirën atit, ai ka më shumë gatshmëri me pranu prej teje. E nëse sheh ai tjetri se ti do ta nënçmosh, ta nënvlerësosh, atëra nuk pranon. Edhe nëse ja sjell ti të vërtetën, edhe nëse i sjellësh ti doshta argumente. Sepse ai sheh te ti domethënë ti do ta nënçmosh, do ta ulish, do ta nënvlerësosh. Qëllimi është domethënë që ti me pa ai domethënë se ti ja do të mirën atit, ja do hajrin atit. Dhe po ashtu se lejohet e shefa'a ndërmjet njerëzve. Domethënë me ndërmjetësu për dikën. Se kjo që e bëri Saadi radiallahu anhu ishte një farë lloj shefa'a, ndërmjetësim. Ndërmjetësoi para tjetrin që pejgamberi alayhi salatu wasallam ia dhon atit. Edhe thot Imam Uthejmini rahimahullah këtu, kjo tregon që njeriu nuk duhet me u dorëzu në erën e parë kur kërkon diçka. Se Saadi e përsëriti 3 herë. Se sa thot Sheikh Uthejmini rahimullah ka ndodhur që njeriu bën një kërkesë, se shefa ndërmjetësim është kërkesë. Bën një kërkesë në erën e parë i refuzohet. Po nëse shkon era e dytë ose era e tretë, i pranohet. Kjo ka ndodhur. Dhe mundet ai personi prej të cilit kërkohet kërkesa, mundet pas shqyrtimit, edhe nëse është disa herë, me refuzu. Me refuzu. Edhe nëse ai i cili ja kërkon atit këtë kërkesë është më i mirë se ai i cili prej atit i cili kërkohet ajo gjona, domethënë. Domethënë vjen një njeri që është më i mirë se ai tjetri. Edhe ai më i miri shkon ke ky që është pak më i ulët në pozitë, edhe i kërkon. Kjo ka ndodhur me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam me Berira radiallahu anha i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë që të kthehet te burri i saj. I ka kërkuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, domethënë të kthehet Berira radiallahu anha te burri i saj. Atëherë ka thënë Berira radiallahu anha, ja Rasulullah, ta'muruni ama a bën kët urdhër, ama urdhëron domethënë që të kthehem te burri jem? Atër ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, innama ana ashfa. Unë vetëm ndërmjetësoj domethënë. Nuk është urdhër. Atër ka thënë qalet la hajata li fi. S'kam nevojën për to. Edhe thot Sheikh Rabia rahimahullah, as pejgamberi alayhi salatu wasallam e as dikush tjetër nuk e ka çertuar Berirën radiallahu anha, pse nuk ja pranoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndërmjetësimin. Edhe
ndodh ndërmjetësimi nga dikush që është më pak në vlerë ndaj dikujt domethënë që është më i madh në vlerë. Sikur se këtu Saadi radhiyallahu anhu i kërkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një gjë tjetër, domethënë që më i dhan atit edhe atit personit. Dhe ndodh domethënë, thotë Sheikh Rabia rahimullah, që me u dhënë disa njerëzve prej pasurisë e kështu me radhë, njerëz domethënë ku njeriu friksohet që ndoshta mosdhënia atyve ndikonte ata dhe largohen prej fesë e kështu me radhë. Prandaj domethënë njeriu duhet me i vlerësu mirë këto sende që me ditë domethënë në se si me vepru dhe se si me qëndru. Edhe thotë që Uthemini rahimullah këtu një çështje shumë interesante dhe që më ka pëlqyer. Thotë ndodh që dikush domethënë ndërmjetëson për dikën, edhe thotë unë e bëna një herë dhe s'dodhi asnjë sen. Atëherë s'jam i detyruar domethënë të shkoj përmas kësaj pune. Edhe e braktis këtë çështje. Thotë që Uthemini rahimullah jo. Ma dama hadha khairan, domethënë meqense kjo çështje që për të cilin ti ke ndërmjetësu është khair, është e mirë, atëherë do më thonë ti vazhdon. Se nëse s'ke pas sukses në mundësinë e parë, ose në kërkesën e parë, atëherë dosha në radhën e dytë, e ndosha edhe në radhën e tretë. Po duhet do më thonë duhet me u mundu. Duhet do më thonë me u mundu. Dhe kaq jemi në fund edhe të këtij kapitullit, dhe mjaftohemi sot me kaq. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.